mu përlota kur pash këta fëmijë sepse thash sa dashuri duan, sa përgjegjësi kemi ne për këtë brez. Emocioni ka qenë kaq i madh jeta, sepse është edhe një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Ne si artist, sidomos që vim nga një vend, nga Shqipëria, nga Kosova, me një histori kaq të dramatike, mund të them, dhe mbarti mbi shpatullat tona. Ndoshta unë tani e kam kuptuar më mirë, një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe, të japim atë shembullin ton, frymëzimin ton për brezin e ri. E kemi provuar emigrimin të gjithë. Unë u bëra kjo që u bëra sot. Okej, një këngëtare, një artiste që këndoj në të gjithë botën, realizova ëndrrën time, por gjithmonë e kam kthyer kokën mbrapa, sepse kam parë ato ermonelat vogla, ata të rinj që kërkoj një shpresë, kërkoj një derë të hapur që ka mundësi, edhe ti mund t'ja arrish. Kështu që nuk dua, ndoshta e mendoj unë kështu, nuk dua që atë vuajtje, atë emigrim që kemi provuar ne, se ta provoj brezi i ri, kur ne mund të sjellim të gjithë këtë bagazh që kemi marrë, human, artistik në përbot, ta sjellim në vendin tonë. Edhe, a është ky koncerti i parë solistik që e mon në Prishtinë? Në Prishtinë ky është i pari. I pari 2025, e ke ardhur me ftesën e Filharmonisë Kosovës për çlirimin, për ditën e çlirimit, 26 dhjetorit. Mram ishte një ndjenjë e mirë. A e din edhe pse, ka i herë nuk i dihet mungesa e sallës, cilën e përmende. Në fakt, e bëj këtë koncertin edhe ma të dobishëm. Pse? Sepse ishin njerëz cilët nuk kanë pare me ble biletën, sepse ishin pensionera. Pensioni në Kosovë është shumë i vogël, edhe ishin ullë rreth e për qark barjerave, kishin marë karikat me veti, edhe mbari ishin ullë edhe kishin mundësi me ndëgju njerëzit që zakonisht nuk shkojnë opera. Kjo ishte efekti në shesh. Sa bukur, faleminderit se nga që kur jenë nga ana tjetër e skenës nuk e sheh. Më bëhet shumë qefi dhe doja të ta thoja edhe këtë gjë, pash edhe fëmijë vërdall aty që losnin ose që kërcenin me ritmin e muzikës. A jashtë silojnë fëmijët me kësy gjatë koncerteve, kështu së ndodh? Nuk ndodh, po sepse ishin, nuk po shqetësoheshin, nuk po shqetësonin, do më thëmë po e shijonin atë muzikë, që flasin për muzikë operistike, nuk ishte diçka e muzikës lehtë që ndoshta të kap më shpejt, dhe aty e sheh mu përlota kur pash këta fëmijë, sepse thash sa dashuri duan, sa përgjegjësi kemi ne për këtë brez. Dhe duhet ta japim neve shembullin, duke sjell diçka, duke u bashkuar. E them këtë gjë se më ka takimi që pata me orkestrën e Filharmonisë Kosovës dhe të operës, u lidhëm kaq shumë. Programi që solla që një program tepër sfidues, një program unë e kam marrë aq seriozisht, sepse është një program që unë e këndoj qoftë Metropolitan, në La Scala, në Paris, është një program i vështirë dhe për treguar që dhe për t'i dhënë një shembull edhe brezit të ri, që ky është niveli, dhe ne gjersa e bëm këtë në Kosovë, çdo gjë është e mundur.